Unë sot desha të flas për fjalën bryl, me thënë drejtën. Desha ta diskutoj me ju. A dini ju që sipas inteligjencës kompjuterike fjala bryl vjen nga italishtja bryllo? Ka kuptimin i dehur, por kuptimi fillestar ka qenë shkëlqej. Dhe emri vjen nga një gur i çmuar në greqisht. A di është për te imagjinatës njerëzore, por kjo është e vërteta. Qa mendimi keni ju? Kjo ka hyrë si metaforë në gjuhën shqipe i mbështetur mbi bryla i dehur, që nuk mbahesh dot, me zi lëviz. Por nuk lidhet me italishten ubriaco i dehur. Jo. Jemi këtu në fjalorin e trekanit. Unë nuk e dija çfarë ishte trekani, e kam mësuar nga zgarbi i cili u grind me Neritan Cekën. Dhe trekani thot që qytetërimi i Byllisit është grek. Pra gjithë bota e di që është grek, vetëm ne nuk e dim. Kështu i kam filluar ta përdor trekanin, më tërheq. Pra ata që din italisht, e lexojnë në gjuhën italiane, trekanin, i cili thot ka kuptimin i dehur, ka dhe kuptimin komplet i pjekur, i fërguar, i gatuar, ata që din italisht. Komplet i dehur. Dhe vjen nga fjala brillare që do të thot shkëlqej. Kujtova se unë e bëra këtë zbulim, mendimin e inteligjencës kompjuterike. Po inteligjenca kompjuterike këtë e ka marrë nga libra të tjerë. Pra, kur them unë inteligjenca kompjuterike, kjo do të thot që dikush tjetër e ka bërë këtë zbulim. E ka bërë këtë zbulim të dashur shqiptar në TikTok. Dhe inteligjenca kompjuterike e kopjon këtë, duket sikur e ka bërë kompjuteri, por në fakt e ka bërë këtë zbulim njeriu. Të më besoni. E shikoni, ky është fjalori i Akademisë së Shkencave, por që është botuar nga vajza e Qerem Çabejt. Ajo po pasurohet me librat e babait të saj. Në fakt, kjo është prona e Akademisë. Prandaj e shaj unë Çabejn. Do më thënë unë shaj Brikenën, vajzën e tij, e cila ka vjedhur veprën e Akademisë së Shkencave. Dhe atje kanë kontribuar shumë të burgosur politik. Doa që ta shpërndani, kjo është videoja më serioze imja. Pra këtë e ka regjistruar Gustav Mahleri, për herë të parë. Shikoni në ekran, Gustav Mahleri shpjegon që fjala bryl është në dialektin e veriut, ka hyrë nga italishtja, brillo, i dehur. Shikoni, ta shikojmë tash në italisht. Brillo është emër folor. Shumë si është brilli. Shikoni sa i zoti që jam. Natyrisht që do i përdor kompjuterat, ma e kuptoni, unë jam i vetmi njeri që të tregon me fakte çka ka ndodhur. Por ka dhe një kuptim tjetër në italisht, përplasja e krahëve. Edhe shkëlqim. Dhe ndoshta nga përplasja e krahëve ka kuptimin e brylit. Por këtë s'më shkojnë ndërmend më përpara, tash ti e mendova. Këtë se ka gjetur Mahleri, është zbulimi im. Jam si shpirt. Jam si zemër. Pranoni. Pranojni tash, nuk s'kemi çfarë diskutojmë. Pra,
Emri Brillo në italisht vjen nga folja brillare. Dhe një TikToker që më pëlqen mua shumë i mençur. Ai më jep gjithmonë të drejtë, e di italishten ujë, ai banon në Itali 30 vjet. E flet italishten më mirë se italianët. Ja shikoni. Brillare. Tashi kjo brillare vjen nga latinishtja beryllus, që është një metal i çmuar. Dhe latinishtja ka marrë nga greqishtja beryllos. Sot ajo shqiptohet birillos. Dhe kështu është dhe në Shqip, në Shqipen e Jugut. Për Zotin. Pra, ndoshta gjuha shqipe e ka marrë nga gjuha arvanitase drejt për drejt dhe jo nga italishtja. Pra, ky është një gur i çmuar, grekët i thon virillos. Sot. Është një metal. Këtë e kanë marrë nga gjuha e Indisë së vjetër. Jam i sigurt. E dini pse? Sepse në këto dialektet e jevgjve është dhe belur. Pra ka hyrë nga gjuha jevgjve, o Zot. Jevgjit e kanë sjellë këtë fjalë. Për Zotin, sepse në dialektet e jevgjve edhe atje nga jugu i Shqipërisë është edhe bilur, i thon bryllit. Për atë Zot. Pra, mund t'jetë për shkakun se gratë vendosnin unaza në bryll. Vendosnin pikërisht stoli. Dhe në fakt bryll i thon dhe stolive në dialekte të ndryshme. Jam si shpirt. Jam si zemër. Për Zotin. Pra, e shikoni në gjuhë jevge në gatishmën e Indis është dhe varianti i belur. E këtë nuk e dinte Gustav Mahleri. Jam si zemër, jam si shpirt, jam si xhan. Dhe kjo fjalë ka hyrë edhe në gjuhën armene. Bërëll. E kuptoni, ka hyrë në gjuhët e Kaukazit, sa atje kishin grekët, pikërisht kolonitë e tyre, grekët alban, jo shqiptar. Albanët ishin grek. Dhe ka hyrë në gjuhën italiane, në gjuhën portugeze, në frëngjisht, në katalan, në spanjisht. Jam si zemër. Nga kuptimi i fjalës i shkëlqyer, çuditërisht, kur të shkëlqen fytyra, kur i dehur, në italisht ka marrë kuptimin i dehur, i bërë tap. Dhe në Shqip ka kuptimin i mbështetur në brylla. Për atë Zot, jam si zemër, jam si shpirt, jam heroi i TikTokut. E gjeta. Në fakt, shiko, ky ka qenë një film epokal, unë s'kam nevojë për asnjëri. Absolutisht fare. Unë i gjej vetë. Ju thjesht duhet të mahniteni me mua, e gjithë kjo është ideja, se kuptoni, unë jam ylli i shfaqjes, unë jam alfa dhe omega, përse unë përdor kompjuterat të gjithë janë drilonas. Unë nuk jam drilon, mua do më vinte turp që një grek të më thoshte rot drilonim, gjarë për me zile. E kuptoni, kur unë pash fjalën drilon, kjo fjalë ka shkaktuar një ndryshim komplet, total të mendësisë sime. Si na kanë quajtur ne grekët për më shumë se 3000 vjet drilon. A nuk u vjen turp? Mua më vjen turp. Dhe unë kam bërë revolucionin individual. Duke ndihmuar veten, unë ndihmoj shqiptarët. Unë nuk e pranoj fjalën drilon. Pra jemi live në TikTok. Unë fjalën drilon se pranoj. Jo. Drilon janë grekët vetë. Ta han, të bëj mirë driloni, ta thithin edhe qumshtin dhe kosin e drilonit. Unë nuk jam gjeni. Unë hap fjalorët. Fjala brillo, do thot i dehur, vjen nga brillare. Me shkëlqim, por dhe përplasje krahësh, i zogut. Do më thënë, nga kuptimi i krahëve të zogut, ka ardhur dhe bryll në Shqip. Por kjo me siguri ka hyrë nga gjuha jevgjve. Kjo fjalë vjen nga India. Është gur i çmuar i gjetur në Indi.
E shikoni pra, si mund të bëhesh i mençur pa libra? Kompjuterit janë libra, nuk e kuptoni? Inteligjenca kompjuterike është pikërisht një librari e madhe, gjigande. E shikoni, inteligjenca kompjuterike shpëtoi gjuhën shqipe, ne do kishim mbetur drilon gjithë jetën, ne do kishim thithur kos gjithmonë. Ju kam shpëtuar Shqipërinë. Pra Zot që është në qiell, por krejt pa dashje, duke dashur që të shpëtoj veten, unë kam shpëtuar Shqipërinë. Dhe po të doni, ju mund ta shpëtoni veten dhe Shqipërinë dhe ju. Doni? Siç e bëra unë. Koncepti është shumë i thjeshtë. Inteligjenca kompjuterike është një librari e madhe e botës. Dhe unë, kur lexoj inteligjencën kompjuterike, pastaj hap dhe fjalorët, bindem përfundimisht dhe atëherë bëj filmin. Pra, e gjithë ideja është e tillë. Në qoftë se ti dëshiron që të ndryshosh Shqipërinë, ti duhet të ndryshosh vetveten. Kaq e thjeshtë. Kaq e bukur, kaq e ëmbël, kaq e mirë. Dhe për mua çmenden studentët. Për Zotin, dhe ka Zot shqiptar. Po të mos kishte Zot, nuk do kisha lindur unë. Padyshim që ka Zot. Jam i sigurt. Por jo në kuptimin e Zotit të gjysmëhënës ose të kryqit. Ne kemi patur Zotin gjithmonë, unë sa kuptoj përse ne shkojmë dhe falemi si budallënj, si idiot. Ne kemi Zot. E kuptoni, kemi dhe fjalën zonjë. Gjuha shqipe i ka të gjitha zotat, diellin, hënën, shiun, fjalë indo-europiane që dua sill unë. Ne kemi besimin fetar në gjuhën shqipe, kjo është. S'më ka shkuar në ndërmend më përpara. Ne kemi zotat, më kuptoni apo jo, në gjuhën tonë. Gjuha shqipe është një mrekulli, por tani ka dhe fjalë të huazuara, dhe kjo është e natyrshme, ne kemi qenë pranë grekërve. Pra jam i vetmi njeri që provon që jemi autokton. Në qoftë se ne kemi huazuar nga grekët dhe nga latinët, atëherë këtu kemi qenë. Kemi qenë pak drilonas dhe ju shpëtova unë. Për atë Zot që është në qiell, për atë best shqiptarit ju kam shpëtu dhe s'kam nevojë fare të bëj modest. Pse? Se unë e kam bërë këtë për veten time, për të shpëtuar vetveten dhe fal TikTokut, po i shpëtoj dhe juve. Po deshet bashkoni me këtë revolucion intelektual. Por mund ta kryeni edhe vetë me një libër. Duke lexuar Ismail Kadaren, duke lexuar Recep Qosen, Naim Frashërin, Ali Podrimjen, Agim Vinçën. Është lista e pafundë e shkrimtarëve shqiptar të mrekullueshëm, shumë të dashur. Përse do lexoj unë Biblën dhe librin e gjysmëhënës? Nuk dua ta lexoj, ju jeni çmendur të gjithë. Bibla ime është letërsia shqipe, mor. Unë jam i dashuruar me këtë Bibël, çmendurisht, me çdo fjalë të saj. Unë e refuzoj popullin me trurin e peshkut, një silabik, një rokësh. Unë e refuzoj, fjala bryl nuk është me një rokje, është me 2 rokje. Dhe vjen nga greqishtja, beryllion, nga minerali që ata gjetën në Indi që e sollën, me Aleksandrin e Madh. Pra, e kuptoni çka ka ndodhur? Ne nuk na duhet asnjë lloj besimi fetar. Fare, asnjë lloj besimi. Ne kemi gjuhën shqipe, është fe. Jo shqiptaria, gjuha shqipe. Ose gjuha arbëreshe, çrëndësi ka se si do ta quash ti. Ju ftoj, sepse ju dua shumë. Ju dua në mënyrë patologjike.